Tifozët e Anglisë kanë mbetur të tërbuar nga sjellja e pazakonte e Jude Bellingham në ndeshjen ndaj Shqipërisë të luajtur sot në mbrëmje në stadiumin Air Albania. Ylli i Realit të Madridit ishte titullar në këtë sfidë. The Sun shkruan se ai e pati të vështirë të linte shenjë në këtë ndeshje gjatë pjesës së parë, edhe pse bëri disa pasime të mira në mesfush. Në pushimin e pjesës së parë ai ndërmori hapin e pazakontë të shkëmbimit të fanellave me yllin e Shqipërisë Kristian Aslani. Numri 8 i Shqipërisë mezi priste që të merrte fanellën e Bellingham dhe i kërkoi një shkëmbim fanellash, sapo gjyqtari i Bilbilit për pushimin e pjesës së parë, shkruan The Sun. Tifozët u habitën nga ky gjest pasi e konsiderojnë fyes shkëmbimin e fanellave pa mbaruar ndeshja, sepse duket sikur për lojtarët nuk ka rëndësi rezultati. The Sun citon disa prej komenteve të tyre në rrjetet sociale. Bellingham shkëmbeu fanellën në pushimin e pjesës së parë. Bëheni në fund të ndeshjes, ndaloheni këtë budallallëk, shkroi një komentues britanik. Një tjetër shtoi, Bellingham dhe një lojtar shqiptar po shkëmbejnë fanellat në pushimin e pjesës së parë në një ndeshje kualifikuese. E di që është një ndeshje pa vlerë, të paktën prisni deri në fund të ndeshjes. Bellingham po shkëmbejnë fanellat në pushimin e pjesës së parë, ndeshja pas ka mbaruar, shkroi një i tretë me ironi. Një tjetër komentoi, Bellingham dëroi fanellën në pushim, hiqni dorë nga ky gjest. Ndërkohë, trajneri i Anglisë Thomas Tuchel u pyet për incidentin e veçantë pas përfundimit të ndeshjes, ku 3 luanët u larguan nga Tirana me një fitore 2-0. Është diçka që ndodh tani, nuk më pëlqen dhe aq shumë, jam pak i vjetër dhe mendoj se nuk do t'i jepja kurrë përshtypje në pushim një kundërshtari se duhet të kem fanellën e tij, por mendoj se duhet ta pranojmë kohët e reja, tha Tuchel. Bellingham po luante ndeshjen e tij të parë me Anglinë që nga qershori, pasi ishte lënë njash skuadrës më parë. Ai humbi ndeshjet e shtatorit kundër Andorrës dhe Serbisë për shkak të një dëmtimi që pësoi në shpatull. Lënia jashtë e Bellingham nga skuadra muajin e kaluar shkaktoi thashëtheme për një përçarje të tij dhe Tuchel, pasi ky i fundit i përshkroi disa nga sjelljet e Bellingham në fushë si të neveritshme.